duke përdorur këto lloj metodash, duke ulur atë aksiza, në këtë moment nuk bën gjë tjetër se incentivon akoma më shumë qytetarët që ta përdorin këtë. Dhe kjo ishte një lloj nonsensi, sepse nga një anë kërkon racionalizimin e rezervave naftës për Itali, nga ana tjetër ul ato dhe lëvizin me këtë. Kështu që nëse do ta interpretonim nga benefitet që do të ketë konsumatori qytetari italian, këto janë vërtet të limituara, për mos të thënë që janë qesharake disia, sepse në 10 ditë nuk dyshon as në një gjë qytetarit italian që ose i ulet me 17-90 qindarka litri naftës. Ai që ka benzinë, apo ai që ka gaz, ai nuk përfshihet në këtë. Dhe kjo është një lloj forme tjetër që nuk i jep seriozitet këtij lloj dekreti nga ana politike. Por gjithmonë jetojmë në Itali ku kemi një luftë, një debat të vazhdueshëm struktural tashmë, dhe edhe një ditë do të kthehet, dhe kjo do të kthehet në një flamur për majorancën dhe një betejë tashmë përpara propozimit. Nga qytetarët